Mirë brava, Zjermuqa, Zjermina. Zënjusha, zonja Zëni. Mirë se vini në hapjen e Prime 24. 25. Edhe sa ka mecë? Ja 20 më do të kenë mecë, çka ka çama ashtu. Pa që trego tana më marrë të shi se milion gati ata. Tak mos keni. Shënojnë e myllin për 20 Prime fix. Era por mos rretu fol fortë por ban Metën ty na kopiu, nuk di ata mirë si kopiu. Po ku burko. Tinas me kopiu më por se këto kopjet janë duke shëmtuar sot. Esa. Po hun burko. Sondazhi i psikologut joni. Çfarë thot sondazhi i psikologut? Sepse kena pas bëjmë me psikolog, me një 50 psikolog rreth eglit. Por, kemi hell buk për peshk aty. Kena hell pak buk për peshk. Kena hell buk për peshk për me djalli fije. Ose as buk jo pa kena hell atë shkumin e detit. Si sa me lpis. Sa me të rejkve mendin, e cila është? Egli rikthehet pika, pra. Opsioni parë. Si banore. Opsioni i dytë. Si ish banore në studio. Që e ka për detyrë, pra. Opsioni i tretë. Për ballafaqim me Gjesin. Ose prej një ati ka ik, pra. Prej ati ka ik, do të mu dasha pa prej shiqeri. Apo, opsioni i katërt. Për audiencë, pra, për famë. Sa bukur është ja për audiencë. Sa bukur është ja. Rezultatet e këtij sondazhi jon me 400 kusur vota kanë dalë si me poshtë, domethënë. Në radhë parë njerëzit mendojnë që Egli do të rikthehet për famë, për audiencë, pra, me 35%. Vend parë, a unë ashtu do të kisha votuar. Kryo domethënë 35 ishte kjo, 32% rikthehet si banore. Po që nuk e përjashton arsyeën që për famë, pra, rikthehet si banore. Mirë ma po, ka do kritere për mu më thymë si banore, ku jam psikolog. Pa diskutojmë sa t'ja për rezultatin, pra. Edhe në vend tretë është si ish banore në studio që është detyruar me marrë, po prap. Kanë kontrata e rikthimin në studio me shku te fan klubi i parë e prap për famë quhet edhe kjo, me dalë në televizor. Edhe e fundit me 14% është për ballafaqim me Gjesin, gjaçi nuk ballafaqohet me. Qa ka me ballafaqu, ma i ka thënë ik me zemër si e bo keq, ik me. A di cilën, jo, a di pse mundem me thënë që mund ballafaqohet me Gjesin. Kam pa një detaj të Rozanës, kur ishin tullën me Gjesin, që i thot, a më duk si e futur nga produksioni, kjo për me e provoku Gjesin, a i thot, a thu vjen Egli këtu, i tha Rozana. Te loja mos reagimeve. Jo, mirë, i tha, a thu vjen Egli këtu, i tha. Se sot, apo lele, se s'ka rëndësi, i tha. Pra, i doli si pa dashje, nuk kanë lënë, sa i shy, tha. Kështu që mos ndoshta ka një ballafaqim në gjë, mos a ka dashur me marr pulsin e Gjesit që ba me arça bandi. Ky i tha unë prishi edhe lojën, po me martu si loja mos reagime, unë e prishi tha lojën, e takoj. Pa e ka prish për Eglën, mon. Eglaten, Por, si që kanë po edhe publiku e ka votu tamam e mundësia ma e pak që mundet për mu taku. Po prej nga që ka ik prej Gjesit, pra na kena vu si opsion sepse prej Gjesit është bërë keq, ajo i shkoj situata keq e ma keq. Ama për këtë gjë ajo ka shkruajt një story, status gjatë, një përshkrim gjatë para 1-2 ditëve, ku thot që nëse Gjesti nuk më shef mu me syrin në një lidhje romantike, një lidhje dashurore, pasionante, çfarë lidhje ka mund me taku atë ma edhe jashtë, të faktën në këtë aspekt. Pra që pun ka mund më marrë me te. Për famë, për famë. Po për njatë, bro, është tot puna. Unë dhash, unë prisha lojën deme, vrava vetin për me mbështet lojën tane sepse të doja. Jo pra, ja nuk është e vërtet. Për famë, jo se e doja. Unë në që ata dhoma si të bardhe dhe me ke kanë ba për bluff, për me tregu që me bo publika shef pra, si Inglaterë që ta po e fusin për mend. Kam përshtypin ma shumë do jetë një sqaruse në studio, për me sqaru që ai ka nove që ka ik një mënyrë misterioze, s'është paraqit ma as në studio, që unë mendoj që është për me sqaru publikun që ka no, si është tashma, a vazhdojnë me pi lagje me grushta apo jo? Kështu mendoj. Unë jam i të njëjtit mendim, por gjithsesi lidhet gjithmonë me këtë për audiencë. Pikën e katërt.
E vërtet. Të trija pikat e para lidhen me pikën e katërt, të trija, domethënë. 100% merr ajo për audiencë. A kupton? 100% të votimit. Njashtu themellon, për këtë arsye me marr audiencë apo futet ndoshta pak në shtëpi për me bë fundin e lojës mos reagimeve. Fundi i lojës mos reagimeve do jetë me personazhin Egli. Egli, ka mundsi. Ashtu dhe. Dhe kjo ka për ta bë shpini vjetë me a jena apo si jena për reagim apo mos reagim. Mund ta po e prish gjesti me deklarim, siç e ka thënë që do ta prishun punë e madhe për atë çmimin e madh se unë s'kam hi për lek këtu se di për çka ka hi më, Atëherë edhe ajo do dalin, do shkojnë në studio, do shihet klipi i Eglit se nuk është klipi. Një shaj e Larozana që mund të jetë, pra diçka ka, edhe kjo mund të qëndrojnë kjo që do të hinë njëtë natën e prajmit mund të bëjnë, po hajde kuptojë ti, është për mos reagim, si do ta kuptojnë banorët. Sepse nuk do të rrinë aty. Po do hinë ajo, erdhi Egli, po nuk ka fillu prajmi, nëse ja hinë edhe gjatë prajmit. Ja unë thash mes prajmit, ja. Nëse hinë edhe para prajmit, është krejt e qartë që është për reagim. Po. Nëse hinë edhe gjatë prajmit, është prapë e qartë për sa kohë nuk i kanë thënë që loja me reagime u përmbylli kështu. Pra, loja me reagime do të përmbyllet kur të shfaqet një klip për me bë në fund mandej llogarin që ke reagu ti për këtë, ulet çmimi ty. Këtu mbyllet loja me reagime, a kupton? Kështu që shkojmë, kalojmë te loja me reagime tash. Po, aty po e lidhim, pra kalojmë te loja me reagime. Një pyetje kam unë Mario, unë kam një këtana, edhe i kam edhe shënutana. Një pyetje kam unë. Nëse gjesti thën ka thyr pra të parën ka kënë me Iglaceno. Ka Iglaceno, Iglaceno, edhe ka thënë, "Bana me të përçafu." E ka përçafu. Po nëse ky banor që s'dihet se sa shumë do i ulet për një gabim. Te një surprizë tjetër, prap reagon ke çanon, ai ulet si apo pa i thirrje me pa videon e 16 rregullave të Big Brotherit, të cilat mbyllen me rregullin e 16 që vllai i madh ka drejt me ndryshu rregullat si dojnë, kur dojnë, çfarë dojnë. Pra, sa e që ti ta thesh, nuk është të thanën me ta ul ka 5.000 €, po 5.000 është total. Ndoshta e dënojnë me vesh një pul, edhe ai se vesh se ka alergji, ndoshta. A kupton? Ky është ndëshkimi, ndoshta. Kena hyrë në Eglis, Ceno që gjesti fill e thënë. U thuj direkt me të pare. Shkoj e puthi Laertin, nuk quhet besoj tu s'ka as rregulla se si reagimit, është ai e puthi, që do të thonë se ka reagu, a thu nuk. Jo, po ka shku personazhi surprizë ka kap me dorë tjetrën, çka kemi bë. Pa, s'ke ça më bën. Nuk ka pas në gjë tjetër te Egla, mandej kena në sfond intervistën e Josit, që thot, unë kam bën një këngë për Loredanën. Dedikimin për Loredanën, Dhe unazën kam rujt kur dalin, unazën e dytë, dhe me ka unazën e serioze e kam rujt. Dhe në sfond fillon kënga e re e Josit për Loredanën. Loredana, unë nuk e di, domethënë, Po, shikon, sa të deshta më të bafsha naftën e këto gjërat, po. Edhe reagoi Loredana, i tha për çfarë, i tha pse më ke bë këngë, mjafton me pa që ka reaguar. Reagoi. U doç. Minus edhe Loredana. Tjetër. Kena hyrën e lidhjes. Këto hyrën e lidhjes që hinë në shtrat çan Rozi kështu nuk quhen besoj reagime, sepse nuk e lidhin rutinën me te, domethënë, nuk e prishin rutinën. Po, u mund. A dim se Livia ka ballë i hymje, domethënë produksioni vllai i madh ka fut Livien në një mënyrë të ndryshme. Se ka hyj, ka zgju për gjumit, tash ata nuk janë të vetëdijshëm kur janë gjum. I ka zgju, i ka dalë gjumi, e kanë pa Livien edhe nuk kanë reaguar me te, si më thon, por kanë reaguar me vetin e vet, edhe Laerti, edhe Gjesti që i hoqi unazën. Po. Pra janë pak a shumë hajde. Ajo edhe kalohet. Nuk ishte gjetje, për mendimin tim s'ishte në gjetje që me bë me reagu, pra si do me bë me reagu. Kena hyrjen e një qenit që nuk është i kërkuar. Është për mi bë banor me thanë sa i mirë, sa i mirë, ose me thanë i kujt është e shky. Se mos është i njëni, mos është i tjetër, dhe me i lanë me bë. Nuk reaguan për qenushin. Lëvizjet i ban, po jo me reagu për qenin. Lëvizjet i bashin dhe me shku si. Nëse mund ta quajmë reagim vëser lot që i ban me. Po pra, nëse dim ku shuhet reagim tamam ndërsa se me reagu me pa kanë pa po. A quhet reagim ajo jo. Kena vazhdojmë, prap nuk ishte gjetje. Hyrja e atij imituesit të Zogut. Të Veserlos. Atij që është në portokallin duket që imiton. Kanë qesh, por reagimet kamuflume, ka qesh Gerda me Aldon me njëri tjetrin, si më thon, prej ti Demek.
Edhe ne humori madh din. Me ti çam shef ti mi, aha na shkriu. Kanë qesh, kanë reagu me njëri tjetrin ato, nuk është se kanë reagu me atë. Pa ne ka grincat vogla si lajmet shkurt. Në top channel, në top news se më mend, po lajm shikimi ka kanë te televizori, po çfarë do të më bëmë? Do të më pa televizorin? Jo, s'kesi e blokon në gjimin. Është reagim prapë, edhe me myll vesh është reagim. Po, si këto kanë edhe zhurma të ndryshme si qarje fëmijët, janë çuar mes, janë çuar çka kjo. I njëni kanë është loja mos reagimeve, kështu që ka kanë zhurma e madhe që kanë natën. Janë çuar. Ai ka thënë njëri, është loja mos reagimeve, po quhet reagim pra. Kena zhurmën e madhe natën, një tip bombe tash aty, po normal që duhet më çuam, trajner dole jashtë ata, prap thonë është loja duket. Pra nuk kanë reaguar këtu. Tanë me çmimi. Kena hyrjen e xhenetës. Kena hyrjen e xhenetës. Ajo që u pritte pra me kanë ma e forta, ma drama me noll aty. Gjesti e mori me loj, fillun tu bile me spon xhenetës, duke bërë debat e kështu biseda Jozi me Gjestin. Tu hallkuja me një tjetrin pra duke përdor xhenetën. Xheneta Ty nuk kanë dashniet pse mleti mu si të dogji shpirti, më të thonë. Xheneta ato çka kishte më thani, tha që kush un kam mësuar me hangër, kush mi ka puth to, thojt e kam mu, kush ka, kush ka ba mu këtu, kështu tha zonuse, të dali prapse s'pet kush nuk folen. Pani ashon e vet pra me ul Gjestin. Duhet nalem te xheneta. Gjatë kohës që ishte xheneta, nuk pat në kuptimin e drejt për drejt reagimin. Prit. Ola. Prit pra, pasi ka dalë xheneta prej shtëpit, e ka taku Olën e ka taku xhenetën. Po, që takimi. E ka taku, ka reagu. Pasi se desha më nalë te Ola. Mrapa, ku ka dalë. Masi ka dalë xheneta, shisha ban Ola të shti. Ola 2 gola, 2 autogola. 2 autogola me refishat. Ola i thot Gjestit, unë s'kam hy për lek. I thot Ola Gjest. E sigur që edhe vete din që është sigur që nuk e ka piken e mundësisë me fitu Big Brother. Ndaj loja saj, kretë rregull dhe s'kam hy për lek. Në rregull është ajo. Por problemi është që çka i ban të shti Gjestit. I thot Gjestit se të erdhje ishe dashur sot. Se nuk i tha që kështu që ashtu. I thot bona Olstësh. Kush është ishe dashura? Ja, vaj. Xheneta i thot. Kush është xheneta i thot bona, me të drejt bona, se bona ka kanë mbrand. Për me majt lojën e mos. Xheneta është një ajo që jini sot, e di unë se din ti, e di unë se. E takova rroke po. Informacion nga jashtë. Komplet. Edhe informacion nga jashtë, edhe mos reagimet që ka reagu. U prishen 2 autogola. Minus lek, po se ka problem Ola për lek se pa ja ulin lek si vëman. Edhe pse pa ja ulin, aja reagoj. Po mirë që se ka problem për lek, po me normale ajo duhet me dalë jashtë për informacion nga jashtë. Pa tjetër, i kena përmend disa herë në informacionet nga jashtë. Kena nipin e Rozanës. Hyrja nipit e Rozanës. Rozana Can vazhdimisht man vedin. Nuk më besoj se duhet më quajt reagim. Qarja të shtit të qaj. Me qau, reagimin e bani, por nuk e lidhi me te. E ka njek me sy, duke njek, edhe qate, po nuk besoj, do më në ka të, si ja ka rregulla për këtë punë, se reagim do më thënë me qa, pas me qa. Po, normalisht ashtu duhet me kanë, po këto kanë shku, e glatero. Pa tjetër pra, shkalla ma ullë të reagimit ka kene Rozanës pra, që se quhet reagim e qamja, ka reagu, po nuk besoj se mund është me qalët që të kujtojët diçka tjetër, ose mund është me thonë, ose të pakten ajo mundet mu justifiku ashtu, me thonë që unë qava se kishte dal dielli. Nuk besoj nesë juri me a ullë lekt, pra nuk, me qa kena pa, nuk duhet me ullë Komision. Ose vejo diri, kena hyrjen e priftit ortodoks. Po, e atë ati. Rekon Laertin, Atë Nikola. Laerti që nuk ragonisht, veç i futi kërsh masiku aj, ma një kërsh zemë, palimne e qonë për derë. As bona nuk reagoj hiqën, i tha, atë Nikola si tha, mi këtënoj i ti i Laerti ti tu i tha. Nuk ka reagu hiq bona. A di si ashtë, si kur shtë është qaj aty. A dini ta banor me, a din që ka një lojë mërë, vlo, a din që lojë, marën si shmesh me majti të regu atë lojë, se sa
ku diun më, në budallik tjetër më. Këta më janë pikat e lojës, më që me tregu një lojë më, Allah është edhe fani, do ka edhe njësi emocione të forta, po është edhe bukur po e kalove një pro. Edhe prandaj deli bukur spektakli, nëse nuk ka mundësi më po. Si sa meritojnë ta, sa meritojnë ta. Pritë do ta thonë në fund, vazhdo. E fundit, me sa diun, se mund të ketë pas edhe në çadiun ka hall dikush i pupelin as pa ka kap kamera, po e fundit dita sotshme, që do të ketë ndoshta prap sistemi me Eglin dhe Dark të ketë prap, domethënë në momentin e fundit është hyrja e 2 fëmijëve të Gertës. Në këtë rast ka kanë këtë ndryshe sepse nuk i kanë mbyll me perde. Me ashtu dhe ka pa nga televizori. A kanë dosh me e ba me vujt ma shumë, nuk e di, po Gerta super reagoj për te reagimit me mallin gjim, edhe për mendin që më ka marrë malli shumë për ju duhe kështu e tjerë. Reagoj, duke që kanë nevoj për mu, mrapa prap në tavolin mas i ikin ato të bisedu me Kellin që e nin mungesën taj, me e shoft që në pamje unë, se unë jam nane, kuptoj, shu që edhe ajo ka reagu, shkurt muhabeti, loja e këtyne mos reagime. Kjo do është me pas ditën loja reagime, pra ti do të reagosh se s'ban, po si do reagosh? Si konkluzion, Joni, si konkluzion të reagimet, Marti, ta mosha, me që varet uli gjithlyt, lutem, uli pak gjithlyt. Dënimi ka kanë, me ul prej çmimit individit. Ka kanë me ul individit. Te shtuj mu morë ka sa meritojnë çmimin më. Me leje profesor. Pa shumë shkurt. Shumë shkurt. Unë që po të isha në vendin e producentit, këtyne doja kisha gju se cilit çmimin më të mirit. Se pa na nin. Më të mirit ja kisha gju çmimin 2300 euro. Dhe a di kur ja kisha thënë? Kur të mesin 3 fundit, as në finale jo, në gjysmë finales. Ma tanë finale, si me thonë. Kur të mesin 3 fundit, të shdi ju garoni. Ti Rozan garon për 2300 euro. Nërsa ti Gjesti, po synon plot 2208 euro. Nërsa ti, për shamo, Gerta, Lajer, që mund dalin aty dhe me thënë, ju po hamendësoni për 700 dhe mos harroni, do të tatuani 15%, mos harroni që duhet me kontribu në fondacionin e gazetarëve të ri, pra në Top Channelit me 20% dhe në total i detyrohen i topit edhe i 5.000 ishe që keni najt 5 muaj në kanë vlla e s'keni dhënë në sezon gjah hiç domethënë. Kjo është. Ja kisha bë surprizë, Edhe me një vit mos me dal kërkun tjetër. Po dol tu ja marr. Me u shfrytzu atë domethënë një vit shfrytëzim. Me po drejt kthimit hiç s'ka. Eksakt, çdo banor maksimum. A di si ja kisha thujen? Në finale i kisha fut të 3-4 finalistat në gjysmë prime, i kisha fut të dhoma surprizave, edhe ka një kuti Pandore, të kishin thënë Pandore në finale, lexojnë aty. A duheni ta hapni po? Keni 1630 euro në total. Fix, me sa kanë ban këtë shtëpi, maksimumi më një e më mira 2300 euro, me tatume 1000. 1500 kokra në dorë. 1500 lek marë, me 10 lek. Joni, shkurti mirë se s'deshe me fol për skaletën fort gjatë. Sinqerisht nuk e meritojnë, ja, falë, po sinqerisht nuk e meritojnë, se çdo lojë nuk e kanë kry, asin rast se kanë marrë seriozisht. Edhe objektiva gjatë lojës nuk kanë pas asnjëri, veç kanë hi duke pa e duke bë. Çfarë po bëhet, njështu po reagoj. Pra nuk kanë pas objektiva të qartë. Çfarë bën bikun e kalum, çfarë bën Nisan me kopju me bë kopje xhamtuta. Kështu që ti për skaletën çfarë parashikon sonte përveç i tyne që diskutojnë? Egli kjo po parashikoj puthjen e Laertit me Bonën. Një puthje Hajde pra tu. Marës, çfarë komplekse se më të bëk tri. Oh, non. Ajo ka gjyra kështu. Ka gjatë skena më bukur që më ka bë me që sa e shoh valla, edhe Bona që ban joim, e gjyçi të qafa, po të që ngel të qafa. E thot. E pra, të pu. O zot. O zot.
Ishtu po e bën, e kap në lajm ishtu që e kap pravin ishtu. Po, edhe bona edhe lajër ti, urdhon. Tu i bëj interesante bona. Tjetër. Shof një mos e pafsha, po shof një skenën prap të Rozit masi ka marru darka që Rozi tenton me lanë shtëpinë. Prap prej këtyre gjanave vdekme, familjeve që janë përmend. Post prime smartness. Por ajo hek push, bëhet nervoz, smerrën me shushka, do të dalë shkojnë dhom rrëfimit, e kam pa prita një 2 orë me thënë drejtën, natën deri 3 sa kam prit. Nuk do prit se po del s'ka. Nesme u qetësu, vazhdojnë bisedat njëjta debate, po besoj mund dalin për këtë pjesë që ajo ka dashur me lanë shtëpinë, për të disa të herë që po bëhet. Nuk është mirë, tregon dobësi, por Dopt është me thënë ika unë tash, edhe mos me ik. Me ik, kur thu ika me ik. Ani ka thënë mund vjerësh publiku, po e kalojmë se është bë aq e përsëritshme këto debate, po asnjë ngjarje. Vetëm këto janë si dy lojtarë fortë që kush ka bën më pak. Fiton si më thënë. Pra ka bën njëri, Pyetje vëlla. Kush fluturon sonte për deret e jashtë? Është edhe një detaj Mario e di, është edhe një detaj. Për Danjen ka pas tanto banor që nuk e di pse janë vu Danjes, ka kanë si tabelë qitit, që do ta shohin, si do ta analizojnë, po ka kanë një fort tabelë qitit për punën se si janë ky shtëpi, do të nxjerr diçka të fshet që ne s'po e lexojmë dot ndoshta. Ka diçka i tip skuthit thonë ata, që doin me zbulu. Nuk e marr vesh. Ose është një mënyrë për me vu në vëmendje prapë se është stepa ja pak. Ka kanë një hakmarrje e Zogut për gjestin fill, masi e pa që ky nuk po dënohet. Po ja tregojnë, e filloi me vë, me gjana, me lojnë aty, ç'është po e bëjmë, këtu s'u dënon ka kush. Po e filloi vetëm një natë, edhe duket se ka bën herë mendim që unë po e halli vezën, po më fusin në minimum si gjestin me tjerë. Jo, s'kan pas nevojë hiç me bë llogarisë, kanë thirrë në dom trefimi, kanë thënë mos e bën më, se të zorme. Mos ban tjetër. Mos ban tjetër, ha? Edhe ka thënë ky, ta po më fut në minim sikur edhe me 12 vet me futën minim. Nxjerrin. Publiku mu ka mendë. Ne bëm vetëm vendim si gjestit, futen në minim me tjerë. Po del si më i bukur. Kush fluturon sot? Shof Zogun Mario, dëman, janë 4 si ma adoptit, Zogu, Niki, Kelly, edhe Ola, që janë si ma adoptit. Mos po i përmendim të Laertin, Gertën, Gjestin, s'ka nevojë. Laerti është bashkë me Bonin herë, marrin votat e dyja palë bashkë. Ata i kanë siguruar deri në gjysmë finalin ashtu. Shof Olin sepse është prish me Jozin tash. Nuk ka më, u prishën Mario. Por Ola prap shkakton skandale kështu, a kupton? Po, shof prap Mikin me një farë se Jozi po ngacmon Mikin, edhe pse është e fejume. Kupton ti, a e bën për lojë, po ka filluar Beautifulli, seria 8200 mërvur. Nuk numërohet, Beautifulli nuk numërohet me seria. Nuk numërohet me dekada. Dekada 18. Shof Zogun që prap është ai personazhi që gjun ban i duhet ndoshta edhe i farë pjesë. Nacmon, bravo. Kelly ndoshta do më jallën edhe shans, por edhe është i rrezikuar. Sepse nuk po bën ndonjë gjë. Është ai njeriu si i dashur që nuk ka ndonjë antipati për te, përveç Zogut parë, përveç Serlos. Po është një që është si puna moshë e re Laertit, pra ja marrin edhe atij një farë mendimin si më thonë. Unë jam mendimit që Kelly me Mikin janë më të zbetit në këtë televotim. Unë shoh Mikin me Olen, ose ta po i lënë edhe herë për i seri, me i futë edhe i seri. Por Beautifulli. Let ja lëm në gjallë e prajmit se ja thom tana gjana që kanë me bë ato. Patjetër. Shpresojmë të jetë një prajm i bukur me Egdin, se broma e kryesore është Egdi. Do futen atë në ndërprerjet Mario? Do futen atë në live në Instagram të ndërprerjet dhe më një herë mbrapa i hallim YouTube zjerm dhe shikim të këndshëm. Po është kryet e Egdit apo na bani subscribe? Subscribe. Bani vajzë. Hajde, subscribe, sot kanë më ushtu shumë, kanë më na ushtu shumë se ke bë beteron shumë. Hajde, zjerm.